Ciao boci ka lut. Mirë se vini gjithë një video tjetër me unboxing, siç mund ta shihni këtu na ka ardhur një kuti goxha e madhe, cilën besoj keni kuptuar nga fotoja që është biçikletë. Si fillim më falenderoj Fidon që na ka pru këtë biçikletë dhe tani shkojmë ta hapim. Okej, shkojmë edhe ulim, ta hapim kutin një herë. Pastaj këto budalliqet. Çeka i kuti këtu. Okej, tash shkojmë edhe ngrejmë biçikletën. Okej, siç mund ta shihni, kjo është një biçikletë që duket tepër më normale se ato bisha të mëdha që mersha, ama kjo biçikletë ka diçka më të mirë se ato të tjera. Nga ana teknologjike, kjo biçikletë është shumë më e mirë se të tjerat. Plus vjen me diçka speciale që do t'ja tregoj më vonë. Tekim këto qeset e gjonat si fillim. Okej, rrota përpara me u hoq. Okej, sa pi hoqa të gjitha ato ngjitset e gjona për ta mbrojt. Tani shkojmë me montimin e rrotës përpara. Okej, të shohim edhe çka ka kamerat aksesore tashi. Se na duhen vitat e gjonat. Dy qelsa, besoj do t'jem për me baterinë. Ca vita këtu në qesa. Kjo që monton rrotën përpara, që do e përdojmë tashi. Ndërsa këtu poshtë pas ka karikusin, pedalet, ca qelsa, drita dhe i futemi punës. Okej, sa po montu timonin edhe rrotën përpara. Tani vazhdoj. Sa po vendosëm edhe pedalet. Okej, tashi shkojmë edhe frymë edhe rrotat. Kjo biçikletë ka edhe orën e vet, që mundeni me lidh me to dhe me kontrollu biçikletën. Po ashtu keni edhe aplikacionin ku mund të kontrolloni çdo gjë mbi biçikletën. Okej, siç mund ta shihni keni ardhur te një park, Shatërvani ndoshta ashtu po pak zhurmë, po do lëvizim së shpejti, vetëm erdha këtu sa më ja tregu çau bukur. Kena dalë me biçikletën, tash kena me provu në çdo mënyrë të mundshme, kena me pa fetësinë, bukurinë, radhin gjitha të biçikletës. Edhe tani shkojmë t'ja tregoj pak me detaje. Si fillim e heqim pak ngjitsen, edhe ja ku keni ekranin, i cili ndizet te ky butoni këtu, duket qartë. Ktu kena butonin M, dy shigjetat edhe volumi. Ky volumi është zilja e ngjyrë borin, nuk e di pse ka edhe këtë zilën shtesë. Para se të tregoj ekranin, tani këtej në anën tjetër kena marshet e biçikletës, por që gati siç ju kam thënë janë të pavlera me biçikletë elektrike. Edhe është gazi që po ta shtyp këtë hec si gaz makina. Dorezat janë shumë të rehatshme me një material që s'e kam parë më para. Në pamje biçikleta duket shumë elegante, të them drejtën, nuk është nga ato bishat, po për bukuri e ka atë bukurinë e vet. Sendilja mu duk pak e holl, po do e provoj më vonë sa është e rehatshme apo jo. Te ky park edhe për vete po vi për herë të parë me sebepin e videove të biçikletave, po zbuloj pak edhe Belgjikën e për vete se nuk është se dal shpesh. Ky është pak a shumë qendër, mundeni mi pa gjitha këto ndërtesat e mëdha. Tani të lëvizim pak t'i largojna Shatërvanit se është tu na bo shumë zhurmë. Okej, si fillim biçikleta quhet Fido C11. Ngjyra që zgjodha unë është e bardhë, pasi ngjyra tjetër ishte jeshile dhe s'është më pëlqen. Tash shkojmë t'ju tregoj pak për ekranin. Okej, po ja nisem me ekranin një herë. Siç mund ta shihni këtu, kena baterinë edhe që tregon shpejtësinë km/h, edhe moda Eco. Eco do të thonë që ekonomizon baterinë. Po ta shihni këtë logon e vogël, kjo është një raketë, edhe ajo ndizet duke marrë shtyp mën. Siç mund ta shihni tani iku. Tani pat logon e raketës, do shtypim gazin, edhe mund ta shihni që limiti është 25 km/h. Tani aktivizojmë raketën. Edhe shkojmë. 45 km/h, bile më shumë. Ndoshta në pamje nuk duket ndaj gjë, duket si biçikletë thjesht, po ishte goxha e fuqishme. E kena provuar edhe në malore, hyrte pa pik problemi, shpejtësi kishte sa dush. Ishte kështu që mos e gjykon nga pamja. Tash siç mund ta shihni ka dritë para edhe mrapa. Për menes dritat mjafton shtypësh mën 2 herë. Edhe nuk duket nga që është ditë akoma, por është ndes drita. Ndërsa kjo mrapa duket. Kjo mrapa madje ka edhe stopin që do ja tregoj tash. Ja sa po shtypen frenat. Hiqi. Përpara siç mund ta shihni ka dhe amortizator që mos më ndje gungat në rrugë. Këtu te bateria kena vrimën e karikimit, butoni me pasa bateri ka, edhe ky është butoni që ndes baterinë, po mos ta shtypësh këtë butonin, biçikleta nuk punon. Këtu është me fut çelsin për me heq baterinë dhe me kariku. Kjo është si biçikletë familjare, kështu që ka këtë hekurin për me mbaj ndonjë gjë. Për njerëz se besoj që këto rrota mundën me mbaj 2 veta, si ato trashat, po ndonjë fëmijë edhe ndoshta po. Okej, tash i ka ardhur koha për me provu këtë biçikletë, kështu që shkojmë, do ju tregoj ca pamje me dron, masani tu i dhon biçikletës. Si fillim shkojmë edhe e provojmë.
Okej, unë dukem pak I madh për këtë biçikletë, po shkojmë tash, e shkelin edhe gazin. Nis ka direkt kjo. Nuk qeka si tjerat që marrin kadal. Edhe si që thash, pamja gënjen, duket këtë ndryshe kur I jep, duket si biçikletë fuqishme, por në pamje duket shumë e thjeshtë. Për një në Europë që nuk lejohet më shpejt se 25, kjo është biçikletë perfekte, se nuk duket për policin që jetë e kalu 25-ën. Plus që nëse të nalë policia më parë jetë e kalu 25-ën, thjesht ma shtyp mën, edhe ti me 25 je në rregull. Siç mund ta shihni këtu është moda Eco, edhe kena modën normal, modën sport, edhe modën zero, që zero I bjen si biçikletë normale, nuk punon motori fare. Tani shkojmë dhe bëjmë një shëtitje me biçikleta edhe do kem dronin që të ndjekin nga mrapa. Okej, dhe kjo ishte videoja, nëse ju ka pëlqyer, mos harroni me like e subscribe, linkun e kësaj biçiklete e keni në description. Për mendimin tim është lemet biçikleta nëse ju duhet, mos më ran sy nga policët nëpër Europë. Është biçikleta perfekte për atë punë. Edhe nëse nuk ke shumë vend, nuk doni biçikletë gjigante si ato tjerat, kjo është perfekte. E falenderoj Fidon për këtë biçikletë edhe bashkë shihna videon e radhës. Bye bye.